Janë shpallur tashmë listat e partive me emrat e kandidatëve për deputetët e ardhshëm të Parlamentit shqiptar. Por kush janë ata persona që do të përfaqësojnë qytetarët shqiptar në parlament? Civit e tyre të bëra tashmë publike nuk kanë kaluar pa surpriza. Mes tyre ka edhe me 8 klasë shkollë, e jo vetëm, pa përvojë politike, por vijnë edhe nga profesione si shofer, parukier, teknik, këpucar e të tjerë. Por çfarë mendojnë qytetarët vlonjat për përfaqësimin e tyre në parlamentin e ardhshëm? Sipas tyre, ka kohë që arsimi nuk është kriter përzgjedhës për kandidimin si deputet. Tashmë jemi njohur me parlamentar të paarsimuar, të pakualifikuar e jo mjaftueshëm të aftë për postin që mbajnë. E kjo është duke ndodhur sërish, thonë ata. Njerëzit me influencë, edhe pse të paarsimuar, vinë e përfaqësojnë popullin, e të jenë shembull i papërshtatshëm për të ndjekur në politikë. Po që me shkollë të mesme dhe ka qenë berber, qa besimi do kemë të kata. Shtu që... Kriteri parë. Është shkolla? Shkolla. Po si the mund të, qari mungon Shqipërisë? Ajri, uj, deti, toka, mali, klima. Ajri mungon njerëzit e mu. Se të gjitha janë. Puna së shkon mirë, ajre. Mungon njerëzit. Jo fort të mirë. Nuk kanë qenë fort mirë. Nuk janë të shembull? Jo, sa po them, po t'ishin shembull do kishte ecur Shqipëria. Derisa kemi ngecur, do thotë se s'kanë qenë mirë. Mendoj që arsimi i lartë është e rëndësishëm. Nuk di ç'të them, mendoj që nëse janë zgjedhur në mënyrë të lirë nga njerëzit, të zgjedhja njerëzve. Nuk di ç'të them. Po e dim ne pse mos urrim nga mrapa, ne shikojmë punët që kanë bërë. Ne kemi parë të gjithë. Bravo u qoftë edhe këta e ardhmja që vinë, mendjen e atyre do marrin tërë, sepse shikoj çfarë veprimi bëjnë ata, ashtu do bëjnë edhe këta. Sepse kush janë ata të zot që tu japin një mësim të mirë këtyre, nuk çfarë pret nga të tjerët. Sepse ata kanë paguar parat. Kanë paguar para dhe janë futur atje. Po shkolla, po ka shumë djem të rinje të mirë, me shkollë e me të gjitha, domethënë që ja vlen të vjen atje. S'na pyet në njëri, domethënë. Është leku në mes, vetëm leku i bën gjitha këto. Edhe pse kemi ngelu mbrapa vetëm nga kjo gjë, sepse këta nuk shkojnë atje dhe të na përfaqësojnë, ta përfaqësojnë vetëm xhepet. Arsimi është bazë në çdo shtet botës, jo vetëm në Shqipëri. Është kultura personale e qytetarit. Ai që do më drejtojë mua, do të ketë kulturë, do të ketë arsim. Por ka edhe të tjerë qytetarë, të cilët thonë se arsimimi jo gjithmonë ka dhënë efekt, pasi tashmë e dim sa e lehtë është të blihet një diplomë. Tashi ka dhe me shkollë të lartë, ka dhe pa shkollë të lartë që janë shumë të zgjuar e para. E dyta, unë nuk jam këtu, jam në Itali dhe ne urojmë që Shqipëria të eci përpara sa më mirë, të bëhen të gjitha partitë bashkë e të bëhemi një. Arsimi ka dhe s'ka vlerat e saj. Sepse ka dhe me arsim e ndoni që... Po, që janë shumë të zgjuar, ka dhe me parsim që janë shumë të zgjuar, ka dhe me arsim që s'janë të zgjuar. Në fakt, ai që është kombëtar mund të jetë më i mëshur nga ai që ka marrë një diplom shumë të lartë. Po, shoqëria njerëzore ka ca rregulla e komisione që ai që është me shkollë lartë i takon atje. Që të krijosh një farë besimi, duhet një kohë gjatë në aktivitet. Vetë jeta ka problemet e te, po apse njeriu është ajo që jap zgjidhje problemin më. Po mund të jenë të mëndshëm. Po mirë ishte, po që ka dhe të mëndshur dhe pa shkollë. Të parët më përpara pa shkollja kanë qenë që kanë thënë ato fjalë të mëndshura.